E sulmuan në prajmin e fundit teksa po afrohet finalja, familja e Iglit kundra Rozanës dhe Gertës, por çudisim me deklarantat përgjithësin. Igli u sulmua në prajmin e fundit si nga Gerta, por gjithashtu edhe nga Rozana, teksa i thanë se nuk e meritonte finalen pasi ka dalë jashtë dhe është rikthyer, por edhe për atë çka ka dhënë. E duket se ata nuk e kanë lënë as të flasë, teksa familja është dëshpëruar nga kjo situatë, duke bërë edhe një reagim publik indirekt kundrejt tyre. Në Instastorin e saj, ata kanë postuar një mesazh që duket ironi për dyshën Rozana Gerta, ku shkruhej: "E bardhë si bora të jesh e ndritur e larë në Flori, prap do të shajnë, pa tjetër pashar nuk bente njëri, e hodhën Floririn, e tretën në lumë në lagemin e zi, një shekull kaloi e i gjetën Floririn kishte mbetur Flori." Kishin shpërndar ato për thashe theme ndaj Iglit teksa vazhdojnë. Kur ata të shohin duke arritur majat, pikërisht atëherë do të fillojnë të godasin, por sa më lart të jesh, aq më i pavend bëhet zëri i tyre, duke përkrahur reglin. Mirë po familjarët kanë çuditur jo pak teksa kanë shpërndar edhe disa postime pro gjestit. Igli, e cila duket se tani më i ka rënë zelli kundër gjestit, e ndihmoi edhe këtë të fundit që të çonte pikërisht Gertën në një televotim kundër Rozanës dhe Jojozin. Duket se kjo është vërejtur edhe nga familjarët, të cilët kanë shpërndar mesazhe pozitive, por edhe ribashkimi me gjestin, ku shkruajnë: 6 paradite, pas 3 orësh, dialogu i bukur i gjithë Big Brother përfundoi. Gjesti, dua të rikthehem me ty. Igli, më ka marrë malli të flej me ty. Teksa vazhdoi në storin pasardhëse, Twitteri nuk flet kot, të vetmit finalist me merita për mu janë Igli Tako dhe Besart Kelmendi, të tjerët hajtmosa për të mbush numrin. Kanë shpërndar madje duke i bërë edhe tag gjestit, teksa kjo shihet si një shkrirje akush.